Sot po e përmbyllim edhe këtë cikël të zgjedhjeve lokale me votë që është detyrim, që është angazhimi ynë për ta ushtruar të drejtën tonë mbi qytetin. Uroj që deri në fund të ditës sot të shkojë gjithçka në rregull, të jetë një ditë e mbarë për demokracinë, për vendin tonë, për kryeqytetin tonë. Uroj që edhe nga nesër e tutje të jenë 4 vite të mbara, të mira për gjithë qytetarët e kryeqytetit. I ftoj të gjithë natyrisht që sa më masivisht sot ta ushtrojnë të drejtën e tyre për votë, për demokraci dhe për qeverisje të mirë, ndërsa juve, gazetarë, ju uroj ditë gjithashtu të mirë. Urojmë që gjithçka të shkojë si është më së miri sot dhe ta përmbyllim edhe këtë proces zgjedhor, sido që do të jetë rezultati. Uroj që gjithçka e mirë t'i pres qytetarët e Prishtinës në mandatin e ardhshëm të qeverisjes. Faleminderit shumë dhe ju uroj punë të mbarë.